Profesor, më thatë një tezë interesante, të krijohet një bord për trevat shqiptare. Një bord i fuqishëm, me njerëz të fuqishëm, me biznismen, me politikan, me ish politikan, me ish diplomat, me intelektual, që të shihet, monitorohej, kjo do të ishte strategjia kombëtare, sepse ne zoti Balla nuk kemi pasur, si të them, burjuazi në kuptimin, nuk kemi pasur ato që siç i kanë krijuar për shembull aristokraci 700 vjet popujt tjerë. Ne ka ardhur Turqia, ka kriju një aristokraci për interesat e veta, kush ka qenë më trim, më azgan që të mund t'i shtyp të tjerët. Ka ardhur Tito, janë njësoj. Ka ardhur ta zëm partitë tona politike, nuk e di, edhe Shqipëria, shqit teren qarkar, gjithë njën, jo njerëz o të burgosur për vjedhje, o për drogë, o për ashtu, sot janë ata në kryet partive tona politike. Do me thënë, ne s'po bëjmë dot një aristokraci, një burjuazi që të mund bënte, do të thënë një strategji kombëtare. Edhe jo rastisht jemi këtu ku jemi, edhe do t'jemi edhe, ndoshta edhe më keq, nuk dua ta them. Çdo intelektual, thonë janë të hequr intelektual heshtin, po si më heshtin? Ti i monton, e nxjerr prej pune, e degradon, e rreth, unë nuk e di si, e përgjon për shembull, unë tash dua të shoh variantet juridike që pse më ka përgjuar shteti për 5 vjet. Nuk e di pse. Ka përgjuar. Po personalisht po e them hapur. Pse më kam qenë, kam fotografuar që janë s'kam bërë asgjë. Domethënë pse kam folur për fenomene dhe nuk jam marrë me njerëz. Nuk jam marrë kur me emrat përveç. Pse jam marrë, pse ka mazut kancerogjen, nuk marr dot frym në shtëpinë time. Domethënë tu kam prishur matematikat e dikujt. Sepse mos dikojmë te populli. Ja kishin këto ka 60 mediume dhe po të bojnë brenda natës ty, po shpallin njeriu në maturyer. Më thënë këto pasoja i kam edhe unë. Do t'i kem vazhdimsi. Tash çfarë duhet bëj unë? Do e vetmja gjë që ta të turprojnë edhe nuk e kanë, qëllimin aty e kanë të turprojnë si njeri, të ta hup, të zhvlerësojnë. Tani të marr strajcë të kërkoj azil politik dikun ose të shkoj dikun, për shkakun e këtyre ta quaj kështu, njerëzve të papërgjeshëm, njerëzve profiter, njerëzve dashakeqës, shpirt lik e kështu me radhë. Domethënë, prandaj po them, ne s'kemi krijuar strategji kombëtare, edhe nuk arrim dot ta krijojmë këtë strategji kombëtare. Sa herë shife, sa herë që kërkon Albin Kurti për shqiptarët e Maqedonisë që flet, që kërkon ky i Maqedonisë flasi për Albin Kurtin, që kërkon Edi Rama të flas për shqiptarët. Ore, po ne jemi një popull, kemi një korpus vlerash, ne kemi një gjuhë, traditat, histori, historia jonë nuk ndahet. 12 nuk kemi pas ne shtete, do thot shtete kufi territore, kufi politike. Ne kemi qenë në Imperatrinë Osmane një. Shtetet voni kemi në Ballkan, bas 12-ës rënjës perandorisë. Me thënë, mund që e shof do analist që dalin edhe që flasin broçkulla se Shqipëria, Kosova, kjo jo, kuptoj në spektrin politik. Po edhe unë kur shkoj, sepse nuk është e njëjta të kesh t'jesh gjermane, të kesh të si gjermane, se t'jesh emigrant Gjermani dhe të kesh të si gjermane, është në rregull se nuk të shkruan. Po unë jam vendin tim. Unë sa herë kam pasur probleme, domethënë ti e Maqedonas, jo, unë jam shqiptar nga Maqedonia, nuk është e njëjta shtetësia me kombin. Do thot në këto kontekste që i kemi ne. Unë nuk bëhem dot brenda natës Maqedon, nuk kam as djesi, as historinë, as simbole, do thot unë i pranoj. Nuk është problemi se më pengon. Mirë po thjesht dua të mbrohet ajo që është edhe me kartë e Kohëve Bashkuar 48-ës, edhe me gjitha kartat që dalin, do thot rezolutat nga Komisioni Evropian për shkak të mungesës së një kushtetute që s'merren vesh, por duhet edhe Maqedonia ta respektoj përkatësinë time kombëtare. Unë ende quhem, e dini si quhemi ne shqiptarët. Ne quhemi kombësi me atë kuptimin e Titos që e ka krijuar. Do thotë ne nuk jemi komb, ne jemi kombësi, sepse Tito e ka krijuar përveç kombit edhe kombësinë, se ju thoni përkatësi kombëtare kështu me radhë, do thotë kombësia është edhe shtetësi. Megjithatë ne kombësi në kuptimin e Kosova, Vojvodina, shqiptarët kanë qenë që mos kenë ndonjëherë pavarësi. Mos mund ta do thotë kombe kanë qenë vetëm 6 republikat. Pra unë jam ende nacionalnos me kushtetutën, domethënë nuk jam komb në Maqedoni. Edhe këto janë manipulimet që po bën politikisht në vazhdimsi, edhe që dikush përfiton kurriz të këtyre se gjoja shqiptarët janë shtet formues. Nacionalnos që është
do thot, jo nacia, nacionalnost, që ka shpikur Titoja, nuk je shtet formues. Zja më kupton, juridikisht, ne jemi, do thot një lloj pakica më e madhe në vend, politikisht ne jemi komb shtet formues, sepse dikush po shef ëndra, gjithë kohën. Në një politikan që do të përfitoj në sap të një kombi si që jemi në shqiptarët në Maqedoni. Dhe këtu është problemi. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, për të vërtet atroq për veprimtarinë tuaj, edhe për gjithçka tjetër në këtë bisedë, që shpresoj që vazhdojmë sërish në të ardhmen për të folur për çështjen shqiptare, aq më tepër dhe me tezën tuaj që shpalosët sot për krijimin e këtij bordi për treva shqiptare, për një strategji. Ta quajnë si duan edhe mbi politik ose mbi nacional, ku e diun si ta quajnë, do të ishte mirë, po jo se e bojnë, o zoti Balla, këta nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim, po të themi sikur duhej ta bënin. Do thot uroj që të ndërmarrin një. Problemi është te kryetari, aty është gjithmonë, kush do jeti pari. Aty është. Ju falenderoj edhe unë që isha pjesë e emisionit tuaj, ndoshta i thash do gjëra të tepërta, por mendoj që mirë të ftillohen gjërat dhe të kuptohet fenomeni. Faleminderit shumë, profesor.